Ma e vështira ka qenë periudha kur filluan të gjinden viktimat luftës. Edhe u krijojshin ato morgjet identifikuse, ku identifikimi bëhej nga familjarët përmes rrobave që kishin veshur të vdekurit. E di që sa herë nana e merr ke atë rrugë me shku, më kujtohet një situatë kur në Rahovec ka shku për identifikim. Unë jam lutë aq shumë të mos ta gjente. Jam lutë aq shumë të mos ta gjente se sikur doja gjithçysh të vinte gjallë. Ka pas rast kur jam gëzuar që s'e ka gjetë. Kur e menoj sot, tham, ma mirë i shko një dhembje që kish marrë fund atëherë, se sot tash një dhembje që po vazhdon alo. Se plot 26 vjet me qenë pritje, është ankth. Është traum që nuk të le rehat. Ka raste kur edhe një numër i panjohshëm kur më ka thënë telefon, më është rithru krejt trupi, derisa ja kam hap me kuptu kush është. Se ton konje kon pritje që dikush që tash po don me thonë diçka edhe po don me ta dhoni lajm. Sa herë ka dash nanës me po këtë rrugë? Shumë herë, nuk e mbaj me numrin e herave, vetëm e di që ka qenë një familjar që ka punu taksi. S'kemi pas makinën tonë edhe u dash me të me shku shumë herë. Fatmirësisht ai shumë shpesh ka tregu mirë kuptime dhe nuk është që ka kërku pagesa që s'kemi mujt me përballu, po shumë herë. Tash kur e menoj dhe me çka është ballafaqu nana, sa e dhimbshme, sa e pa imagjinueshme. Po aso rrethona ka qenë atë kohë, nuk e mujt ti me kërku mbështetje dhe me të sigurus transport dikush se ti mezi s'ke prit me këqyra apo është aty apo jo. Çka theki kur u kthej? As kësaj radhe nuk kish sen. Jo, s'kish sen as kësaj radhe.